Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të nderuar ndjekës të dashur, të dhënë pafund pas këtij reality show Big Brother, që në fakt ka mbërthyer çdo shtëpi shqiptare. Sot do të flasim edhe për këto titujt tronditës, që në fakt po përdoren nga Top Channel në për emisionet e tyre, duke shkruajtur që Egli është e sëmur, Gjesti do të thyej sonte kutinë e unazës për të mbajtur Eglin në shtëpi dhe mund të kemi një zarf të zi për Laert Vasilin. Pa marrë parasysh se çfarë u fol brenda kësaj shtëpie, pa marrë parasysh se çfarë u tha, nga eksperienca e të gjithë komentimeve që kanë bërë dhe duke u bazuar në strategjit që janë përdorur në Big Brother vite me radhë, jam i bindur që sonte një zarf i zi në shtëpi nuk do të vi. Ndoshta mund të ketë një dënim, ndoshta mund të ketë një gjykim për ta ngjitur Laertin për muri nga ana e Arbërit, Nedës, por njëkohësisht edhe nga ana e produksionit mund të bëjnë edhe një kombinim videosh, sepse ishte Gjesti ai që hodhi varsën me kryq të Jozit në ujë dhe më pas Jozi u acarua për këtë pjesën që Gjesti nuk pati respekt për fen katolike, dhe më pas kemi Laertin i cili ofendoi muslimanët në fjalën në të cilën e tha sepse nuk dua të ripërsëritem non-stop në këtë ngjarje. Siç duket, situata po bëhet shumë alarmante jashtë shtëpisë së Big Brotherit dhe po japin shumë zës në një moment kur banorët as nuk duket që do të marrin një zarf të zi dhe as nuk duket që do të heqin nga loja një prej banorëve. Unë nuk e besoj, me thënë të drejtën, që vllau i madh do të sjellë një zarf të zi në këtë pikë të lojës për Laertin, dhe sidomos kur Laerti është pretendent për të fituar finalen, do me thëmë për të shkuar finalisti i dytë. Sonte do të hapen si tema këto, po jo për të ardhur një zarf të zi. Përse bëhet kjo gjë? Kjo gjë bëhet për të mbajtur publikun në ankth, që mund të mbëri në shtëpi një zarf i zi, dhe a duhet të ketë një zarf të zi? Për mendimin tim duhet të ketë një zarf të zi, sepse nëse ne tolerojmë që nga një media e madhe të dalin ofendime të këtilla, kushdo qoftë ai, pa marrë parasysh a është Laerti, a është Gjesti, a është Jozi, kushdo qoftë ai, në asnjë mënyrë nuk duhet të ofendohen feja, në asnjë mënyrë nuk duhet të ofendohet religioni, besimi, pa marrë parasysh se cili besim është, ai Islam apo ai besimi katolik, ortodoks, besimi nuk e di unë, të gjitha besimet e tjera, qoftë ato ateistët, unë mendoj që banorët brenda kësaj shtëpie, siç e citova edhe më herët, kanë hyrë për të treguar dinjitetin, moralin, vlerën e tyre dhe jo për të përfaqësuar një kom, një qytet apo qoftë edhe një religion. Nga kjo pjesa e Laertit, që në fakt është shumë e diskutuar sot në Top Channel për një zarf të zi të mundshëm për Laert Vasilin, që unë nuk e besoj se do të vi, sepse unë kam mendimin që produksioni do ta çon Laertin finalistin e dytë, po diskutohet shumë edhe momenti i thyerjes së unazës nga ana e Gjestit. Thyrja unazës ka qenë një temë tabu në këtë Big Brother, do me thonë po diskutohet me javë të tëra, po diskutohet me muaj të tëra që Gjesti do të thyej unazën, do të ndodhë një dasëm e madhe, do të martohet me Eglin, do të ketë një moment lumturie, do të ketë një dasëm të bukur. Po të bëjmë atë matjen kohore, nuk mund të ndodhë një dasëm. Ka ndodhë vetëm një herë në finalen e Big Brother VIP Albania 2 me kërkesën e madhe të Kiara Titos, që në natën finale, në natën kur Luizi do të shpallej fituesi atij edicioni, të bënte edhe martesën për ta patur një moment të bukur të jetës së tyre. Në fakt, kur në një shtëpi do të ndodh një dasëm, në një shtëpi do të ndodh një moment fantastik, ka një lloj energjie për këtë gjë, do me thënë është e dukshme ndjeshëm. Gjesti është betuar në kokën e motrës së tij, në kokën e Blerinës, që unë e dua Eglin dhe ja ka thënë në sy që unë të dua, dhe Egli i pati thënë që të lutem u beto se këtë gjë nuk është se je duke e përdorur për klikime, nuk është se je duke e përdorur vetëm për interesat e tua, po thjesht dëshiron që ne të dy të krijojmë një diçka më shumë, dëshiron që ne të dy të bëjmë diçka më shumë dhe dëshiron që ne të dy të sjellim diçka më shumë, dhe të paktën këtë gjë bëri Gjesti. Gjesti u betua që
unë këtë e bëj me dashurinë më të madhe dhe të dua shumë ty, dhe ndoshta në qoftë se Egli nuk do të zgjidhet sonte si finaliste e dytë dhe për ta mbajtur entuziazmin brenda në lojë, për ta bërë publikun që ta duan shumë dhe për ta bërë publikun që të kuptojnë që Egli vërtet ka një vlerë tek shqiptarët, unë mendoj që Gjesti do ta thyej unazën dhe do t'ja kërkoj martesën Egli, sepse Gjesti duket tashmë që e ndjen atë, edhe pse në shumicën e rasteve afrimiteti i tyre është pak edhe i larguar. Unë kam qenë konfuz dhe vazhdoj të jem konfuz edhe në këtë që po e them, që Gjesti mund ta bën këtë gjë, sepse Gjesti ka një ëndër të madhe për të ndjekur jashtë shtëpisë së Big Brotherit, e cila është arti edhe muzika, dhe nuk ma merr mendja që një djalë 24 vjeç është akoma gati për t'i thënë vetes që unë do të martohem duke mos realizuar asnjë lloj ndjesie që unë kam në shpirtin tim për ëndra që në fakt Gjesti në historinë e tij ka treguar që ka lënë familjen për të ndjekur muzikën. Është një guzim shumë i madh për t'u larguar nga shtëpia dhe për të shkuar të ndjekish ëndrrën tënde. Ndoshta të gjithë e kemi bërë këtë gjë, edhe unë do marr shembull veten time, dhe unë jam larguar për të ndjekur ëndrrën time dhe po luftoj për të arritur qëllimin tim, por mbi të gjitha Gjesti mendoj që e ka këtë kulminacionin e suksesit të tij dhe në këtë sukses jam shumë i bindur që Gjesti nuk do të vë para martesën, nuk do të vë para fejesën, por do të vë para ndjesinë dhe dëshirën e tij për të realizuar kushte më të mira për familjen, për të realizuar një dëshirë kundër drejt motrës së tij Blerinës, e cila ka një ëndër të madhe që Gjesti t'i blej një makinë, dhe për të përmbushur misionin edhe zemrën e tij. Në fakt, ky është dëshimi im dhe është mendimi im në këtë raport, në këtë situatë dhe në këtë moment në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe sa për Egli është e sëmur, nuk është Egli e sëmur, në qoftë se një njeri godet me shpatë për të drejtën e tij, në qoftë se një njeri po përballet me bullizime, po përballet me ofendime, po përballet me fjalë nga më të rënda vetëm pse dashuroj, vetëm sepse është njeriu i tillë që dashuron, dhe kjo nuk është vetëm Egli. Ka shumë vajza të këtilla në përditshmërinë tonë që dashurojnë në këtë formë, por nuk janë fytyra publike që ne t'i bullizojmë, që ne t'i paragjykojmë, që ne t'i vëmë para aktit të kryer. Dhe kur ne shohim një vajzë të tillë që dashuron pa kushte, që dashuron pa interesa, që dashuron për atë që ky çuni është, ne jemi ajo shoqëri që e bullizojmë, ne jemi ajo shoqëri që e vrasim, dhe ne jemi ajo shoqëri që i themi më të këqija të mundshme për këtë vajzë. Dhe në këtë rast ka personazhe të le të themi të spikatur për të dhënë informacione të dhimbshme, të cilët flasin që Egli është budallaqe. Egli nuk është budallaqe, por është një vajzë që dashuron. Unë uroj që Gjesti dhe Egli të finalizojnë ndjesinë e tyre dhe ta mbyllin këtë ndjesi me një unazë, dhe nëse duhet një zarf të zi, le të vi, sepse banorët vërtet kanë kaluar nga normaliteti i tyre.